Së pari më lejoni që të falenderoj pjesëmarrësit e takimit të sotëm, i cili ishte takim konsultativ lidhur me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, që është obligim, është detyrë e të gjithë neve deputetëve të dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit e të betuar me 19 prill. 19 prilli për këtë legjislaturë të 9 ishte dita më e mirë, për shkak se atëherë ishte momenti kur e bëm hapin, edhe Komisioni për verifikimin e mandateve u votua, edhe ishin 120 deputet gjithsej në sallë, pra secili të gjithë votuan, çdo njeri votoi, dhe në këtë mënyrë arritëm që ti verifikojmë mandatet duke bërë deputetet betimin dhe duke u bërë deputet të Republikës Kosovës. Mirë po, këta deputet ka nevojë për shtëpinë e tyre. E shtëpia e deputetëve është Kuvendi i Republikës si institucion, jo vetëm kështu si ndërtesë ku ndodhemi tani. Për të bërë kjo, duhet zgjedhur kryetarja dhe 5 nënkryetaре. Dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetarës dhe të 5 nënkretarëve është e parapar me nenin 67 të Kushtetutës së Republikës Kosovës në një nen të vetëm. Pra, kryetarja apo kryetarja dhe nënkretarët janë bashkë. Unë falenderoj kontributin, pjesëmarrjen e të gjithë atyre që ishin në mbledhjen e sotme, pra kolegë deputet, me që rast është e vërtet që ne si lëvizje vetëvendosjes, si shumicë parlamentare, si shumicë relative, fitues të zgjedhjeve, e kemi përgjegjësinë kryesore për formimin e qeverisë, por për formimin e Kuvendit, për themelimin e institucionit të Kuvendit si organi përfaqësues legjislativ, e ka thënë edhe gjykata kushtetuese së fundmit që kemi përgjegjësi të gjithë. Konkretisht, duhet theksuar me këtë rast që gjykata kushtetuese në atë gjykimin e saj ka theksuar që gjykata nuk zgjidh mosmarrëveshje politike midis grupeve parlamentare. Pikërisht se gjykata kushtetuese ka thënë që gjykata nuk i zgjidh mosmarrëveshje politike midis grupeve parlamentare, ne u mbledhëm që ta diskutojmë këtë. Dhe tjetra ka përmend 3 tokë fjalësha interesant: bashkëpunim në mirëbesim, konsultim konstruktiv dhe konsenzus apo kompromis. Me fjalë tjera, provojeni një herë konsenzusin, nëse s'keni konsenzus, atëherë bëjeni kompromis. Dhe kjo të bëhet me bashkëpunim mirëbesim dhe me konsultim konstruktiv. Ne e bëm edhe konsultimin konstruktiv, e bëm edhe bashkëpunimin mirëbesim, por u pa që konsenzus nuk ka, ndërkaq sa i përket kompromisit, ne kemi lëvizur. Unë si kryetari i lëvizjes vendosje, subjekti fitues, i cili për nga numri i ulseve është më i madh se i dyti dhe i treti marrë së bashku, pra ju e dini që PDK dhe LDK së bashku bëjnë më pak se sa lëvizja vendosje. Ne kemi 48 deputet, PDK ka 24, LDK ka 20. Ne e kemi përgjegjësinë për formimin e qeverisë, por të gjithë bashkë ta themelojmë Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe me këtë rast ne kemi lëvizur. Unë kam ofruar 2 opsione kompromisi në emër të lëvizjes vetëvendosje. Kompromisi ynë i parë ishte ai që e ka thënë edhe kandidatja jone propozuar për kryetarët e Kuvendit Albulena Haxhiu, e cila tha që në rast të votimit të fshehtë, nëse ajo nuk i merr së paku 61 vota, tërhiqet nga kandidatura. Këtë e ka bërë një anshëm, po unë respektoj si qëndrim personal i saj. Ajo nuk dëshiron që të votohet 2 herë për të me votim të fshehtë. Me votim të fshehtë, për Albulena Haxhiu do të votohet vetëm një herë. Andaj, ne kemi lëvizur, krahasuar me situatën para të ejnëtës, kur u dha atë gjykimi gjykatës kushtetuese, dhe kjo nuk duket që u kishte bërë përshtypje partive opozitare. Kompromisi i dytë
që po ashtu u shprehja sot si opcion, ishte që le ta bëjmë një marrëveshje politike lidhur me nenin 66, lidhur me nenin 67 kushtetutës, e që është marrëveshje në paket për kryetarin dhe për nënkryetaret, dhe më pastaj, nëse nuk e duan kurrqysh votimin e fshet, le t'i delegojmë përfaqësues të tyre në këtë komisionin për votim të fshet, të cilët mund të arëzojmë me votë. Sepse procesi ka ngelur gjysmë. Ju e dini shumë mirë që ne aty e kemi deleguar Hekuran Muratin si deputet, dhe të tjerët nuk kanë deleguar. Pra, le t'i delegojnë në të tjerët dhe po erëzojmë atë komision për votim të fshet me votë të përbashkët në kuvend, me marrëveshje, e cila e pason marrëveshjen politike që kryetarja dhe nënkryetaret të votohen në paket. Tash, ne e dim që partitë opozitare kanë treguar preferenca për emrat e vetëvendosjes. Mirë, po kjo nuk është mënyra që ndërtohen shëndetshëm institucionet. Cili është kuptimi që të dalësh subjekti fitues në zgjedhje, nëse në fund, pasi që del subjekti fitues, duhet kundërshtarët e tu humbës ta përzgjedhin se kush duhet të udhëheq me institucionin më të lartë. Pra, nuk është në rregull që ne t'ja u përcaktojmë nënkryetaret subjekteve opozitare, ndërkaq fituesit, ata që i humbën zgjedhjet, t'ja përcaktojnë emrat e veçantë. Pra, ne i bëm këto dy kompromise me ta, të cilat u refuzuan, por megjithatë takimi ja ka vlejtur, mbledhja ka qenë e dobishme, për shkak se u sqaruan shumë gjëra. E njëra ndër gjërat që u sqarua, me të vërtetë është e çuditshme dhe është brengose. E kjo është që për bindjen time të fuqishme, partitë opozitare, PDK dhe LDK, e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë atë publikisht. Pra, po e ritheksoj, PDK dhe LDK e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë publikisht. Nuk është as qëllimi, as kuptimi i atij gjykimi çfarë po thuhet publikisht nga PDK-ja dhe LDK-ja. Në këtë aspekt, konkretisht, Gjykata kushtetuese nuk ka thënë që komisioni për votim të fshehtë është antikushtetues dhe as që votimi i fshehtë është i tillë. Po ashtu Gjykata kushtetuese nuk thot askund që kryesuesi Avni Dehari ka bërë ndonjë shkel. Nuk mund ta gjejnë asnjë pikë, asnjë paragraf, asnjë fjali të asnjë paragrafi ku thuhet që kryesuesi ka bërë shkel. Prej se ka filluar me udhëheqjen e seancës konstituive me datën 15 prill, asnjëherë Avni Dehari nuk e ka bërë asnjë shkel. Pra do të përballem me këtë fakt. Tjetra, në asnjë paragraf dhe me asnjë fjali të asnjë paragrafi, nuk thot Gjykata kushtetuese që ka pasur shmangje nga rendi i ditës. Rendin e ditës, Gjykata kushtetuese e përmend në pikën 153 dhe tek ajo praktikisht tregon cilat janë 4 pika të rendit të ditës. Në paragrafin 153, Gjykata kushtetuese, kur i numëron këto 4 pika, praktikisht aty shihet qartë se bëhet fjalë për synime të rendit të ditës, jo për mënyra. Këtu besoj që është lajthitja në cilën ka rënë opozita. Nuk bëhet fjalë për mënyra, po për qëllime. Dhe këto qëllime janë të thëna në rendin e ditës, pika e parë e rendit e ditës, formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve, kjo është kryer përfundimisht me 19 prill, betimi i deputetëve, kjo është kryer me 19 prill, e mandej vjen zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit, që nuk janë bërë ende. Pra nga rendi i ditës, 2 pika janë kryer e 2 jo. Por rendi i ditës nuk flet për mënyra si arrin të një destinim, por flet për ato destinime. Kryesuesi Avni Dehari provoi me votim të hapur, nuk arriti që të bëhej zgjedhja e kryetarës Albulena Haxhiu, dhe kur provoi disa herë,
atëherë ishte në dorën e tij që të gjejë një zgjidhje tjetër për qëllimin e njëjtë. Pra nuk ka ndryshim të qëllimeve që është rendi i ditës. Ka një mënyrë të re, po jo në gjysmë të rrugës, po në fillim. S'ka kurfar gjysmë të rrugës këtu. Është një fillim i një metode të cilën e parasheh aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014, duke e theksuar aty që gjithë deputetët, madje secili duhet të votojnë përveç se të jenë pranishëm për kundër ose abstenim. Tash votimi i fshehtë nuk mund shpallet antikushtetues. Ky komision nuk u shpall antikushtetues. Kryesuesi Avni Dehari nuk ka bërë asnjë shkelje. Lëvizja vetëvendosje ofroi 2 kompromise. U refuzuan. Ne bëm lëvizje. Tash unë e di që shpesh herë partitë opozitare po thonë le të ndryshoj lëvizja vetëvendosje. Po ne i mbajtëm zgjedhjet me 9 shkurt. Populli tha le të ndryshoj opozita. Se lëvizja vetëvendosje është fituese e qartë. Unë si bartës i listës së vetëvendosjes kam numrin më të madh rekord të parlamentarizmit në Kosovë. Vetëvendosja është më e madhe se PDK dhe LDK marrë së bashku. Pra, rezultati që duhet lexohet nga populli nuk është që vetëvendosja duhet ndryshoj. Duhet ndryshoj opozita. Rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit tregon pakënaqësi popullore me opozitën, jo me vetëvendosjen. Vetëvendosja është e parë. Dhe ajo që po ashtu u trajtua është edhe fakti që masa e përkohshme që ka kërkuar opozita është shpallë pa nevojshme. Se opozita, kur është deputetja Time Kadriaj dhe 10 deputet të tjerë, kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese masë të përkohshme. Gjykata kushtetuese ka thënë që kjo është e panevojshme. Dhe në pikën apo nenin paragrafin, o mirë them 190 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, qartazi thuhet që këtë kompromis nuk duhet ta bëj vetëm subjekti fitues, por duhet ta bëjnë edhe grupet e tjera parlamentare. Tash keq leximi që i ka bërë opozita aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe keq interpretimi që e bëjnë vazhdimisht është rreziku më i madh për të na larguar nga parafrimi i nevojshëm. Sepse kemi keq lexim. Gjithashtu është për mua e çuditshme se si nuk e kanë ndërmend ta ndalin bojkotin ndaj propozimeve tona. Pavarësisht se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014 në pikën 128 thotë që të gjithë deputetët, do të thotë sipas tyre secila duhet të votojnë për kundër ose abstenim, ata vazhdojnë ta bojkotojnë këtë çështjen e komisionit për votim të fshehtë. Dhe bojkoti i komisionit është praktikisht bojkot i konstituimit. Meqense mund të bojkotosh kur vje puna në i ligj ma vonë, në i projekt ligj që sjell qeveria. Por nëse bojkoton në seancën konstituive, je duke bojkotuar konstituimin e kuvendit. Këtu nuk e dia janë duke kuptuar se me mos votim çfarë po bëjnë. Dhe krejt në fund para se të kalojmë tek pyetjet eventuale tuaja, në faqen 47 të fundit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, në pikën e parë thuhet që seanca e konstituimit nuk ka përfunduar dhe nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Të nderuar gazetar, le ta shohim se çka thot ky neni 66 në pikën 1. Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese na ka thënë, konstituimi i kuvendit më së largu është dashur të bëhet me 15 maj. I keni pas veç 30 ditë. E tash, meqense nuk e pas keni ditur, po ua japim 30 të tjera deri me 26 apo 27, korrekt nuk e di cila datë i bie saktësisht. Nuk ka të bëj as me votimin e fshehtë, nuk ka të bëj as me komisionin për votimin e fshehtë.
ne vazhdimisht vim në seancë që të votojmë, kur votojmë për, ne nuk jemi bllokuesit dhe sidomos tani që ofruam dy kompromise duke lëvizur nga pozicionet tona në drejtim të partive opozitare.